Rrënjën e zemër ishte libri për fëmijë me autore shkrimtaren Rudina Çupi, që u prezantua në ambientin e bibliotekës Marin Barleti me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të qytetit. Kjo vepër synon të përcjellë trashëgiminë kulturore dhe lidhjen shpirtërore me origjinën të brezat e rinj. Kësaj radhe kam ardhur të promovoj librin Rrënjët në zemër, është një libër kombëtar që ju a bën fëmijëve të prekshme të gjithë kulturën. E kam marrë shkasi nga një fëmijë i vogël që kur shkoi në një kështjell, vuri re që aty kishte vetëm gur, por për t'u bërë të ditur fëmijëve që nuk janë thjesht gur, por është kulturë, mua më desh që të bëja një libër të tillë për ta bërë sa më të prekshme dhe për ta bërë sa më të kuptueshme dhe më të thjeshta atdeun. Atdeu dhe kultura janë dy koncepte shumë abstrakte dhe fëmijëve kur ti u shpjegon që kultura është ninulla që nëna të ka thënë kur ishe bebe, ose ai qilimi kur ti ke luajtur me kube, apo vallet edhe veshjet popullore kur ti ke shkuar në një dasëm, apo çdo pikturë që ti mund të mbash në shtëpi. Shkrimtarja Çupi u ndal edhe tek rëndësia të lexuarit tek brezat e rinj. Ata kanë interes, por mendoj që libri tashmë është bërë një objekt i shtrenjtë për të qenë në çdo familje dhe nëse nuk investojmë qoftë në bibliotekat e shkollave apo qoftë në mënyrën se si u dërgojmë fëmijëve librin dhe interesin për librin, ne nuk mundemi dot ta dim se sa interes kanë ata. Zakonisht marr përshtypjet më të mira nga fëmijët edhe janë ata që kanë një këshëri shumë të madhe dhe për të nxitur lexuesin e së nesërme, nëse nuk punojmë sot me këta fëmijë, ne do e humbim atë lexuesin e mëpastajshëm edhe nuk do doja kurrë që të ndodhte. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të tetorit, muajit të librit, ndërsa autoreja e librave ndau me fëmijët emocionet dhe frymëzimin që e kanë udhëhequr në krijimtarinë e saj, duke e kthyer takimin në një udhtim plot dashuri për librin.